Allah, 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 Allah. Çka të vjen në mendjen tënde, çka të vjen në shpirtin tënd, çfarë dhikër bëj. Çka të vjen në mendjen tënde, çka të vjen në shpirtin tënd, çka ke në mendjen tënde, aman vetëm dhikër bëj. Vetëm dhikër bëj. Çka e shef ti? Normal që të spi ka të veçantinë e vet, është përmend Kur'an të spi, është dhikri me laqeve, të spia është dhikri i bejkamerve, të spia është edhe dhikri i sendeve, të spia është dhikri i maleve, të spia është dhikri i pemëve, të spia është dhikri i qejve, të spia është dhikri i vetetimës. Yusabbihu ra'd bihamdi, do thonë i bën edhe vetetime i bën tesbih Allahut subhana xhella xhelal. Tesbiha është dhikri i kafshëve i shpendëve. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. I bën tesbih Allahut azza wa xhel çka ka qielli dhe çka ka toka. Në po të shikosh Kur'anin, cili dhikër është përmendur më shumë tesbih. Çka do të thotë subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fi al-mizan, habibatani ila ar-rahman. Do të thonë subhanallah. Allah profeti alayhis salam kur thotë këtë hadithin thotë janë dy fjalë të lehta për gjuhën. Janë të dashura, shikoni ka theksu ka thënë janë të dashura të Allahut subhanahu xhella xhelalu. Do peshojnë rënd në peshorën ditën e kiametit. Cila është këtë dhikër? Subhanallahu bihamdi, subhanallahu al-azim. Dakor, do thonë çka dish ti bëj, ama sidomos tesbih ka atë veçantinë.